Bankat në vend janë kthyer kredis në euro, duke paksuar sasinë asaj që jepet në lekë dhe në dollar. Lajmi konfirmohet nga Banka Qendrore e Shqipërisë, sipas të cilës gjatë 2 muajve të fundit kredit në euro me afat më të gjatë, siç janë 3 deri në 5 vjet apo mbi 5 vjet, kanë rritur sasinë e tyre me 11 milion. Nga ana tjetër, kredia në dollar ka vjuar tendencën e saj rënëse, duke arritur në masën 0.5 milion. Ndërkohë që të njëjtin fat ka pasur dhe ajo në lekë, duke shënuar shifra të ulta. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë qytetarët të bëjnë kujdes ndaj kërkesës për kredi në euro, pasi sipas tyre këto kredi mbartin riskun e kursit të këmbimit. Bankat tregtare janë më të kujdesshme të drejtim dhe tentojnë ta heqin nga vetja riskun e kursit të këmbimit. Për rrjedhoi çfarë bëjnë? Tentojnë që kredin ta drejtojnë te valutës euro. Konsumatorët apo klientët e sistemit financiar duhet të jenë më të kujdesshëm të drejtim. Pra nuk duhet joshën se s'bën nga normat aktuale të momentit që ndoshta janë pak më favorite drejt kredisë në euro, por duhet shohin më afatgjatë. Pra duhet shohin që nesër pas nesër në një situatë të tillë do ishin krejtësisht apo lehtësisht të ekspozuar karshi riskut të kursit të këmbimit. Dua të them që këto luhatja afatshkurta nuk janë shumë të rëndësishme për të nxjerrë konkluzione. Banka e Shqipërisë mori një masë që të stimulojë kreditdhënien në lek, të dekurajojë kreditdhënien në euro dhe në përgjithësi në valutë, në mënyrë që të mbrojë ekonominë e vendit nga rreziku i kursit të këmbimit, të mbrojë biznesin nga rreziku i kursit të këmbimit, i bëjë të vetëdijshme që duhet të marrin masa mbrojtëse ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Këto efekte natyrisht nuk priten që ta ndryshojnë kryekëputh situatën. Megjithë përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të orientuar banka që të japin më tepër kredi në lekë, përsëri këto të fundit orientohen tek monedha europiane. Ekspertët mendojnë se kjo situatë vjen si pasojë e deficitit tregtar, i cili është filluar së tepërmi muajt e fundit. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë thotë se kjo situatë vjen si pasojë e bizneseve që blen mallrat e tyre në euro dhe kështu leverdis që dhe kredin ta marrin në këtë monedhë.